O, pasdaja, hajde. Selim, ke qenë motra kujdes djale, se nuk është larguar asnjëherë nga shtëpia. Këto kohë që kanë ardhur. Mos u bëj merak motra. Do bëjmë si do bëjmë. Ti rrije qetë. Do ta shikoj si djalin tim. Nisi mirë. Miru pashim motër. Dal! Hajde brisni. Hajde brisni. Qoje! Selim, shumë se këlldisto italianë sot, mare. Janë tërbuar se shpërthujnë më Hamburgun djenin tanë. Jo, mare, a iken? Iken, mare, iken. A, je lumë. A! Pëlqen deti? Po. Kur ta mësoj daje notin, do të pëlqej edhe më shumë. Daja, shumë larg? Ja, ajo është shtëpia e bukur atje. Do të më mbajnë? Besoj se nuk do ta hanë fjalën.
Mirë se gjenjë, zëj. Ky është ai djali. Po, zëj. Ai që kemi biseduar. Selim, që të mos kemi lafe pra që sa të thash. Jetim dhe zënjë edhe një grasho hynë punë. Mirë, shko tani. Shko, Bardhi. Do shihemi shpejt. Hajde, djalë, se do të mbyll portën. Do vi daja të shikoj. Pris këtu, pris. Hajde pas me. Këtu do të flesh. Na, vishi robat. Galip, ky është ai shërptori që kemi porositur. Ashtu? Hajde. Pa afro këtu më ndeldi. Si të quajnë? Bardhi. Ha? Bardhi. Bardhi. E sa vjeç jeti? 12. Sa? 12. Ky është djali i Nardi. Do shkosh mirë me të dëgjosh, more vesh. Ti do të bësh çto të thotë zonja Hatice. Edhe shpejt dëgjove këtu brenda në shtëpi, jashtë nuk do t'i nxjerrsh. Qartë? Sirunozët. Ashtu, bravo. Na, moj, Hatice, Urdhëro. panasit për të ngrënë ti? Hajde ti djalë. Pare s'kam parë, po njerëz të tillë që nuk kanë lec, kanë trup. E që u vdesin fëmijët për bukë, të vene të theren e të vritë me italiane, kjo është për të vënduar në kokë. Po pse mor burr, çka bërvaki? Po ja më merren dyqan sot ajo. Ajo më që na ka lar rroba disa herë, si i thonë. Meremja, no. Meremja. Zoti Galip thot, lutem shumë, tha, një dy Napoleona se po vdesin kalamajt për bukë, tha. Po ti djali se ken punë, i thash? Jo, tha, e kam në burg. Ka vjedhur, ha? Jo, çneza, po është zënë me italianët. Ma për poshtë fashizmi, thash. E po milet vetë haj bukën e politikës atje në burg. Atje të ngordi, thash. Qa bëre mi? Asnjë krosh nuk e thash. Bardhi. Ej, Unozë. hama, unë do të zgjesh do mëngjes ty? Ngreu të marrësh qumshin. Dhe shko te kasapi të marrësh 2 kile mizhviçi. Thuaj ti shënoj në defter. Na dëgjoj mos u sorollat rrugëve se do ikim në pazar pastaj. Hajde, shpejt. Noni Boston me kall, noni mishëri. Boston i mirë dhe i lirë. Noni Boston i mirë dhe i lirë. Noni Boston i mirë dhe i lirë me kall, mishëri me kall. Ha, besim, që kemi? Zoti Galip, sa po erdhën faturat e madrave nga Napoli. Ashtu po Frankoport, ë? Ja, mirë, bukur. Këto lërmi mua këtu dhe dëgjo. Urdhëro. Interesoj që malli të futet me njerë në magazin, mirë? Si urdhëron? Dale prit ku shkon. Ul, rri me që erdhe.
Na mërti, Bardhi! Bardhi! Urna! Thuaj zonjës na bëj dy kafe të mira po shpejt. Si urnon? Na, edhe një sy po të duash. Ha, çdo. Zoti Gali po dërgoj. Ha, Ka ardhur Besimi dhe kërkojnë dy kafe. mirë, po, dëgjo këtu. Shko te zonja Bukurie dhe thuaj të t'jap një çik katalogun e modës. Si urnon zonjatite? Ha, tu los dora? Pak. Ka ardhur shërbëtor tek zoti Galip? Po. Po ti? Kurse unë punoj tek zoti Muslim. A lodhesh atje? Si jo? Ke prindër ti? Jo, më lanë të vogël. Si të lanë? Vdiqen më riti gjyshja. Po vlezër apo motra, ke? Jo, vetëm unë jam. Po ti? Unë kam nënën, 2 vlezër dhe 1 motër. Babaj më vdiq para një viti. Po ai buri që t'ka ardhur një 2 herë. Çeka? E kam daj, punon në port. Po në shkollë ke qarë? Vetëm 3 klasë kam bërë. Edhe unë aq kam. Po mi mami, shpejt. Vete ke fajin morbir. Flihet gjerë tani? Po çfarë? Pse s'më zgjohet? Pse s'më zgjohet? U zgjohesh e vet, po. Ku I ke këpucët? Ja, ti jem brapa derës. Vishe, ku se e vesh. Na, Morti! Pse s'e ke ustruar këpucët djalin? Hajde shpejt. Ha tundu. Hajde. Ç'të mungon tjetër morbir? Po pena dhe kalamarja. Ja, ti jem mbi tavolinën. O moti si dhe shpejt këpucët. Hajde, lidhi. Ha më shpret. Ha më rëvizit duarti. Iko? Po, kur u zdo kështu? Mbeti dhe pa ngrënë me qa? Na, shpirja shpejt këtë sa se shmbyllur dera. Na, merë dhe këtë. Haj, shpejt! Gjaje, o Gjaje, Kë kërkon morbir? kërkoj Nardin. Cilën ardi? Atë të zotit Galip? Po, Po që deshe? ja ka haruar bukën. Te ka ta shërbet ti? Po vonojnë shumë? Vonojnë pak, vonojnë. Hajde. Hajde, Brenda. Ja, prit aty. Kush është me i? Cilin kërkon ardje? Nardin I kam cilë bukën. Ulluni. Të kërkon ty, Nardi. E shërbëtori ju zoti mësus, ka ardhur të më sjellë bukën. Pse me shërbys të vjen buka ty? Pse nuk e merr vet? Po ti shdo këtu. Ja të solla bukën se më dërgoj zonja. Po kredita është deshëm. Më pëlqeu kënga dhe u afrova ta dëgjoj. Pëlqeu kënga ty. Po di se për te jem shau zoti mësus mua? Po më të feka unë kënga dëgjova. U bëra ti për muzikë. Shkore bush bergur me bukë aty atë bëj. Ajo bukë që më jep një mua më del prej unë 100 herë. Lëri e llafet, ver tjerë të presësh ke porta, ajo këtu. Mora vesh çik zhdukut tani. Atë punë kam unë, sill bukën ty për ditë. Jo po deshe mos e sillti. U dhe Selimi. Si dukesh? Mirë, mirë. Tek ti po vija. Sot kam pushim?
E do të marrë me vete. Mos u mundo këtë daj. Pse? Sot nuk mjeron zonja, kam shumë punë. Sa herë kam shku në pazar, se këpresin ata. Më duke se do të vim mysafir. Atëherë do të gjej kohë nesër që të vjetë marrë. Më mirë janë në mbrëmje. Mirë, në mjetë do të vi. Hajtë mirë pashë. Mirash. E po që bëre, more shejtan? E di që tani do të na vi zoti Robertini? Po më vënoj zoti Agjizaj. Ti dha të gjitha sa të porosita? Mi dha zonj. Shqyqyr. Kush është ai zoti Robertini? S'ka që duhet ti, po shko në furrë dhe merr tavën. Shpejt ama, dëgjove. Hajt! Pse erdhi ai zoti Robertini? Të thash edhe prit këtu mos u largo se do të më duhesh. Po herë, signor Bertini, për shëndetin tuaj. Të narroj Duqja dhe Impero të më thashë. Të më shaka, ka një italian brenda. Robertini e dajme, që drejkë kanë shtruar ata, si në prava. U dojnë në i madhaj. Vërtet, i me pashon kur spritin nga makina. Aj do vishin gjënë ciganët? I se më ngurse zonja më si dali në një punë. Ama kjo zonja e ute së ngop me punë. Do t'ju shpion të shpisti me gondës, ra të mërzvitin e apo jo? Por ama kjo parti malli që ka ardhur duhet të ketë levërdi reciproke, apo jo? Sigurisht, pas që diskutohet kjo. Babi, fenero ciganët, a ti tras t'vin këtu? Ciganët? E, Zoti Robertini, dëshironi të gjoni një qik muzikë cigane? O, muzika ciganin pëlqen shumë. E po mirë bëjë zë bare ti thrasa, bura. Bardi, thuaj ciganët t'vin këtu. I mbirë Zoti Robertini që mendet pas muzikës, dhe unë kam shumë dëshirë të bëj violinist, po nuk e di që mendoni ju. Është shumë i talentuar, zoti Robertini. Po, shumë. Meregel. Po që do, në një mizere e vënd si kjo një, djali do më mbas kot. Ashtu është. Kurse një bursat e te kju, as që ka të qmuar, elbete. Shkollat të vjetra, profesor të mëdhenj, besoj që... Kur është fjala për një familje mike dhe besnike të perandoris, kjo punë zoti Galip mund të rregullohet shumë shpejt. Shumë faleminderit. Faleminderit zoti shumë, Robertini. shumë faleminderit. Do knaqet dhe zoti Robertini. Cilën këngë të marrim për zotrin tuaj? Atë më të mirën opera.
Dale, prit. Na ti e do Dale, Ja, zoti Galip. Deri Nardi. këto i. Na, deri dhe këto. Hik. Mërë mistrec, që kërkon pare dyqanit tim? Qiko se e bere xhamin? Frymën tënde do të fshirën për çdo ditë? Na, mere lesën dhe fshirë xhamin. Dhe mos të shikoj me këtu. More vesht? Po që drejshin ke që i vërtit e shpare dyqanit tim? Po jam pëlqen kjo violina dhe sa të mles ca para. Gjendo që të kam sillur? Ja. Pa, vraj qik me. A vavi çka ke? Ajo gjevet, Çka ke? Erdi. Oj, erdi sot, oj. Ka gjerë babi në fund të botës, me si mësoshti. Zoti mësus, më falë, po mitë marrin me në urdo. Anardi, e bukur apo, ha? Shumë e bukur zoti mësues. Pëlqen? Urdo. Cili ka qenë mësimi i fundit që ke bërë me profesor Samil? Nga metoda e parë, Ohman, ushtrimin e fundit. Po? Si do re, si sol, mi re, si do re, si la, si sol. Po. Ai është. Po, të di ky, tararararara, të ditë ta marrim me te kokës. Po këtë tutje do marrësh mësimin e violinës këtu në shtëpi me zotin Qerem. Aprovoj ti biesh pak Nardi. E kam akorduar unë, është në rregull. Ore, ka kollaudore ashtu sur profesori këtë që... Hajde nderoj çik. Hajde deri pas. Mirë, faleminderit Nardi. Mirë, zoti Galip. Jo kështu dorë ka, Mirë, ka gjatë dorë. Si mendoni ju, zoti Qerem, 2 herë në javë, kështu a do të jenë të mjaftueshme? Po, plotësisht mjaftueshme. Ashtu. Në qoftë se Nardi do ketë dëshirë dhe vullnet për të mësuar, Dëshirë e vullnet? Po s'pati ashtu pas e ka profesor mua. nuk do jetë nevojë. Nardi do mësojmë mirë, zoti Galip. Atëre kështu ta lëm profesor. Në rregull, zoti Galip. Mërkur dhe kështu. Dakord. Po ky djalë, zoti Galip. Shqiptori ynë është. Ashtu? Po. Mos jeti që i sollet bukën Nardit në shkollë? Po. Është jetimi varfë. E moron për sevap, të hajnë ka fshat me neve, thash. E po, ditën e mirë, zoti Galip. Ditën e mirë. Mirë, Mirash. Mirëgjigje. O Nardi! O Nardi! O Nardi! Me shpatën veja do bëjmë luft me ata të kalas. Sa veta jemi? 11. Po ata? 12, po s'ka shpata si tona. Ata marrë dhe bardhin e? Mere, i lagjes tonës. Ja, prisi se erdhëm. Ku të shkojmë? Lere fshesën se ta tërgoj pastaj, po hajde. Në Amerikë këto. Hë quna, i reguluat shpatat? Ja, për reguluat. Ja, dhe pa kemi. Meti, ke një gosh për mua? Ja, qikoj. Ja, këtu. Nana, titi na këtu.
Ku çorat ka pakun e tenxheres më? Kemi lutë me atë kalas. Bjere. Gjeta një dras aty në bogën e burak sa gozda. Hum, lënë të gjithë. Ja, poshtë e kalaja. Shpejtoni për të nuan edhe atyre. Aç kemi për t'i rrallë. Kush është komandanti juaj? Unë jam. Ka për shmata quhet i vrarë. Kush të vritet mos lyhet më, ndryshe nuk bëj luftë. A jeni gati për luftë? Gati jemi. Provoje të hyni në kala, po do ta shikoni. Në sulm përpara! Që të duesh morbir të ngatrohesh me të, po sikur të mbetet shenjë. A me se s'pati faj kjo jo. E ka fajnë ai, maskaraj, që vajti i lanë në balë të u bashkohë me të atë kalas. Këti po nuk ju durhuave. Po deshe verbojse. Dhe dëgjo këtu, ashtu ta lesh bark bosh maskaran të vermënd. E dëgjon me artistin e math i bje dhe fyllit dhe atë që pyet hiç. Po ti ku shkon? Ja rregulloj unë ati. Na morbir na. Ore, do e lesh atë fyll ti apo jo? Po unë s'për bëgjë. Si e s'për bëgjët, këtë orë aty në ashtu dhove. Po kur i bje ti violinës, unë pëse s'mërzitëm? E ti unë atë mërzitesh e pas mërzitesh. Mirë. Je shpinë tënde ti dhe mund të bërë çfarë duash. E shpitime, jam ki nati? Provo bjerë njerë, pa ta shohësh pëste. Bardi, hajde pak se kam një fjallë. Hajde. Që ke kështu ti më? Hiq asgjë. Mos ka lënë gjithot një hapa buk? Sa më ka lënë mua ata. Pa ma edhe partizanët mirja u bën. E gjove se shmë dhe mbram? Qfar? Gjithë që janë në rrugë Mussolini, na, i për një dojgjën, edhe ato dhëtë muslimi dojgjën. O, sa mirja bën. Pale kur gjetin në ndërë disa trakte, atere u qmën të fare. Më tuke se dhe zotit Galipi kishin edur një tra, se mbrëm ke friksuar shumë. Bardi! Pika, miru papsh. Erdha! Urno, zotit. Jo. Ne tani po ikim. Në qoftë se vjen profesori, i thuaj të pres pak. Po shiko këtu. Njeri tjetër nuk do lesh të futet në shtëpi, marrë vesh? Si ona. Në me ti që gati? Ja, gati. Hajde shkoj.
ke gjetur këtë fyll? E kam nga babaj. A ju ta ka mësuar? Jo, më ka vdekur. Sa bukur I bie. Të lumt. Të pëlqen muzika? Po, Po violina të pëlqen? shumë. A ke qef ta mësosh? Brenda është zoti Galip? Jo, ka dalë, po më tha që ta prisni. Unoni brenda. Prisni këtu se zonja I ka mbyllur dyert. Ke qef të biesh violinës? Kush unë? Po ti. A provoj. Si ke emrin? Bardhi. Do mundohem të të ndihmoj unë, Bardhi. Erdhën zoti mësues. Mirëdita. Mirëdita zënë. Mirëdita në. Ju një tjetër. Të një tjetër, zoti Galip. Edhe na falni se ju vonuam. Ju lutem s'ka asgjë. Nardi, O burra bëju gati ti. Hamba. ti do vesh me një në dyqan të shpjesh besimin të. Zoti Galip, të shkoj pak në port të takoj Dajen? Mirë veç mos u vona, ha? Dhe Selim! Po ti? Mos ka në lorgjë? Jo. Nuk e ardhë këtë këtu ti. Mos kanë sharë? Jo, kam ardhur kot për të parë. Të mori madhi, e? Nga shtëpia I ke mirë. Më tha Hyseni që erdhi partje nga fshati. Të bëjnë shumë të fala. Ti mos ke ndonjë nevojë? Jo, kam ardhur kot. Qenë ke mërzitur, e? Behu burë mos e lësho veten Bardhi. Kështu jemi rritur të gjithë. Selim! Erdha! Po nuk do të shkojnë gjatë kështu ja. Ti që dajen ti. Ik tani. Do të vinë në I ditë marrë në shpi. Hajtë miro pashim. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Uluni. U ngon njëri? Nesti zoti mësues. Sot fëmijë do mësojmë një këngë të bukur për flamurin tonë. Flamurin për cilin luftoi 25 vjet me radhë Skënderbeu. Për atë flamur që aq I bukur këndoi poeti Ynë Naimi. Flamurin që e ngriti pas 5 shekuj robërie në Vlorë, plaku I Vlorës Ismail Qemali. Këtë këngë e kam shkruar për ju fëmijë. Tani nxirrni fletore e lap se të shkruajmë tekstin e këngës. Fillojmë këndojmë 2 vargjet e para të këngës. Ty flamur të duam shumë, ti për ne jene në bab. Gati e përsërisim së bashku? 1, 2. Ty flamur të duam shumë, ti për ne jene në bab. Shumë mirë, kalojmë në 2 vargjet e fundit. Per ty gjakun derdhim lum, o flamuri kuq me shkap. Gati? 1, 2.
Për ty gjakun derdhim lum, o flamuri kuq me shka, këngajre djeloni detmi, qytete fushë mar, për flamurin e vërtet, për mos rendin ideal. Kur të mbaroj ora mësimit, ju pres në drejtori. Ulluni. Vazhdojmë këngën, fëmijë. Herë! Në kundërshtim me programin shtetëror, ju i keni mësuar nxënësve 2 klasave të pesta një këngë e cila nuk tingëllon hiç mirë. Ne jemi shqiptar, zoti drejtor. Dhe është e drejta jonë t'i këndojmë flamurit ton kombëtar. Ka një program shtetëror dhe jeni i detyruar ta zbatoni pik për pik. Dëgjuat, të tjerat nuk më duan. Unë bëj detyrën time si patriot, zoti drejtor. Dhe nuk e quaj të drejtë që më thirrët në zyrë për këtë. Ju paralajmëroj edhe një herë të tregoni i kujdesshëm, zoti mësues. Në veprofshin ryshe do të merrni veten në qafë. Ju kuptoj, zoti drejtor. Pra në këto kushte partia ka nevojë për informacion të shpejt e të sakt. Ajo kërkon nga ne që të veprojmë më mirë për të mbajtur të forta lidhjet me masat. Sulmi që bëjmë në mes të ditës në komandën e korpramatës 4 ka bërë shumë përshtypje të mëdha në popull. Në shkollën mashkullore numër 1 ka një shaptilograf fare të ri. Unë shok i heq vetes një kritik që nuk e ka marrë vesh më parë. Propozoj të bëjmë një aksion që ta marrim për bazën teknike të partisë. Shumë mirë. Atëherë së bashku me qemin studioni mirë gjendjen dhe në mbledhjen e ardhshme na raportoni kur mund ta bëjmë këtë aksion. Kam edhe diçka tjetër. Ju shoku e qerem, keni bërë një punë shumë të mirë për edukimin e fëmijëve me fenomen kombëtare. Por në shok mendoj se ka kohë të bëjmë më shumë. Fëmijët janë një forcë e madhe. Keni drejtë, shoku Selim. Fëmijët i kemi shumë të mirë. Ata mund t'japin një ndihmë të madhe luftës. Organizata e pionjerit dhe shoqëria sportive Bashkimi me Fuqi kanë tërhequr shumë nxënës. I kemi ngarkuar edhe me detyra luftarake. Po në lidhje me të rit që fashizmi kërkon t'i dërgojnë në shkollën e aviacionit, ç'keni bërë? Kemi bërë një punë të mirë sqaruse. Djali i Demirit dhe Emilës refuzuan. Edhe 2 djemtë e Enusit besoj se do të refuzojnë. Atëherë vazhdojnë punën shok, që asnjëri të mos regjistrohet në atë shkollë. Dëgjon më? Ha? A ti që? Mojtërëm që i bëka, a ti që ka në formë, sot? Tani që i rinë që, do t'a mësoj dhe më mirë, ju bëftë, mami Kurban, ju bëftë. Babash, mos bëj shurë. Mos në të gjoj, ty i ma shumë befa. Në ma ti pas keqë. Pa kira, zëti. Po unë si të kam thënë ty. O ma folë, si të kam thënë? Si të mos e prek. Po atëre përse e prek e virit? O! Po në s'ka ra, fëmi. Me shikon, me shikon? Do një dru kjo që ta mbaj mënd për tër jetën. Po lërë dreqin sot. Dhe jo, t'ja dish për nerëzojën, se do të kisha bërë që... Hajde marsh, vene vëmë violin. Hajde! Të mori djalli të mori me gjithë të. Lujtë të thëmë! Mistrec! Moras më thua, kush po ta mëson violinën ty? Në marë folë, kush? Profesore Qeremi. Profesore Qeremi? More, bravo. Pas ka ngetë mere dhe me ty, aj. Mire, mire, po si kështu falas ta mëson? Po ku t'i gjej për atë në zotri? Kjo është punë për ju e për ty dhe për atë.
Po dëgjoj këtu ama. Të pash edhe një herë se më prek me dorë violinën e djalit, i ziu ti ku shkon me unë pastaj. E qartë? E të thuj qafën. Thuj qafën! Do me thënë, të ndaluan të prekësh edhe me dorë violinën, Bardi, a? Po, zoti mësus. Shoku mësus, thuaj, Bardi. Zotërin janë Galipi edhe Myslymi me shok. Ata që i pinë gjakun popullit, që u shtypin juve, ata janë zotërin. Ndaj edhe populli është ngritur në kam. Pse dhe ju nga ata jeni? Nga cilët? Nga ata që vrasin armiq mes pazare dhe dikin depot. Po të gjithë shqiptarët e ndershëm të tillë duhet jenë. Sot, lipset i bëjmë sytë 4. Edhe ju fëmi. Ja për shembull, në shtëpinë e Galipit vjen gjithmonë ajo italiani, Robertini. Po ç'punë ka ajo te Galipi? Përse vjen? Ja këto gjëra për shembull ti mund t'i mësosh? Shoku mësus, e në shpinë tonë pas të revizotrin dhe oficer të huaj. Ata mblidhen kokë më kokë dhe se bisedojnë me njëri tjetrin. Ja pra fëmi që edhe ju mund ndihmoni. Vetëm kujdes mos bini sy tyre. Çdo gjë duhet t'ia thoni mësuesit tuaj. Mirë? Tani fillojmë, Bardi? Mirë, Bardi, vetëm kujdes tek nota re 2 të 4-ta. Vlerësoje më drejtat. 1, 2, hajde. Urdhëroni, zoti Robertini, urdhëroni. Fëmi, uluni. Akoma si ke mësuar fëmijët se si duhet përshëndesin? Ata u akthyen përshëndetjen, zoti drejtor. Çfarë përshëndetje kthyen ata? Shqiptari përshëndet thjesht me gojë e zëmër, por jo me duar e këmbë. Zoti Robertini kërkon të di se ku jeni me përgatitit për kremtimin e marshimit fashist mbi Rom. Urdhëroni, zoti Robertini. Atëherë, fëmi, këndojmë këngën italiane. Giovinezza, giovinezza, primavera di bellezza, giovinezza, giovinezza. Basta! Turpe për faqet ses. Çfarë na bët kështu? E kanë shumë të vështirë da mësojnë këtë këngë, zoti drejtor. Mos na bëni për budallëj. Ktu çdo gjë flet qartë. Do ta paguani shtrejt këtë. Po jo, pse s'kënduam? Na të pruat fare. U si s'kënduam? Shiko shtatë që ne s'kënduam. Ja. Giovinezza. Giovinezza. Ne ja urgullon detoritani. Ku do shkosh ti? A do ulu aty se ta mora spirin. A do ulu. A këndojmë këngën e mësuesit çuna. Yllirina prino shoh do të bëhe qelizim. Pasto patat për mbi kohë, fluturo shqiponje lir. Hë, si i tha drejtori ati mësuesit? I tha do ta pagua shtrejt. Palestë për titur i bëri më babi pu. Po e dia burr të mirë, pas ka qenë se njëri mbuluar. Pale ai italiani, si e ka? Robertini. Robertini. Ç'të përplasur i bëri derës ai, bërdau, vetëm ta shikoje. Po mirë, bëri. Kishe shumë të drejtë. Na. Pa mbaj këtu. Këtu. Ashtu. Bëj, po ç'do të bëjnë atë mësuesit tani?
Nuk ka se duhet ty e punë pa bura shkon karocë. Hajtë, nisu. Na mo ti, bardhi, mere shpire këtë. Pa ha me ti që shkete se mbetëm këtu. A po 2 orë për shpilosje, ta marrë, djalli ta marrë. Pa ha me se razuri drekate. Ha. Pa bura që më liqë. Nisë. Mos lëvis nga shtëpia gjithsa të kthehemi. Mirë. Se mos futesh njëri brenda, dëgjove? Sigurisht. Hajde nise, Mali. Nise. Hijo! Ishe futur më mistret, he? Falë mërë, ty të them. Qëka i që qanë? Ha? Po folër për gjigju, apo ke bërë një zarë? Qëfar theve? Falë mërë, qëfar theve? Violinën. Si mërë the violinën, mërë qënë, mirë qënë. Se kam të më se prejë. Më shkara. Gjogjë Malik, që pa te i zot një që i Rafi Bardhin? Duket se ka thyrë violinin e të birit i Gjori. Po e ke bërë për në plera morë qënë e birë qëri. Sho, e shpushotë thëmë se për njerë tyre dhe njerë. Maskara fëmi. Të të kam faj mund. 100 njerë, pa ta thënë. Mos e pek violinën. Vën, kështu! E shqyë në. E gërë, leve në atën e ti. Qëtë, arrejet kështu një fëmi mbarë katil. Më se o violin e djerit, më kam cilë nga në anët që më thua. Turp të kesh! Për një violin deshet i marrin shpirtin një jetimit. Mos kujto se mund të besh çfarë të duash me të varfrit. Mos ki frikë, se nuk do t'i nuj duart me ty, maskara. E shkojnë. Hajde selim se ju qujun. Kurse ti zotni gjejnoj karos tjetër, nuk kam nevoj për parat e tua. Tale bre selim ti pse nxitohesh, lere djalin. E kemi dashur si fëmin ton bre. Duket se e keni dashur. Po të shtim vjen shumë keq, po ky vetëm jasje.
Vasil. Erdhe bardhi. S'të pas ka zënë gjumi mërë birë. Gjejse, si e? Mirë. Si e mërë bardhi? Alo veç bardhi. Pak. Ha, unë gjitë? Me lodhi pak, po më në fundë në gjita. Të pëlqen? Gja Vasil, dhe më tha të pyes se sa bën. Të bukur mëndi që pas ka e da... Po pse për para e bërë unë? T'ja ma një me pyll? Jo tani, kam punë, njerë tjetër. Mirë? Ik tani, miru pafshin. Miru pafshin. He bardhi, ta mere si gja Vasili? Ja, shiko se ma ka bërë si të re. Shumë bukur. Do ndë dhe të më paguon do Selim, bale. Delem për t'jash bardhi, se do shkojnë bashkë. Pyset. Atëhere ashtu si biseduam, ha? Sonde. Hajt me faqet bardh. Faqe bardh qafsh. O daj, që ishin ato letra që futën ndime Gja Vasili? Ta shtregon daj aty. Vapori që vjen sot do të sjellë municion. Kanë vendosur që shkarkimi të bëhet natën. Ata të në marrin neve. Nuk besoj. Atëherë do të përpiqem të fusim një nga tanët. Bardhi u lodhe. E pak. Qa bën një mërë, Dembela? Rykomët! Mërë, djema, së shpun për ju kjo, jo. Mirë thua ti Gja Koço, po si bësh bukës se duhet nxirë pa unë si ka kur nga fshati. He djema, a u lodhët? Qka pak? Pak. Po bardhi, që thot? E ka në qikë zonë në fillim, po do mësohet. Petrit, të këvendit ti. Mirë Gja Selim. Përveç sa ju të dy keni edhe një detyrë tjetër. E njeni këta? Shikoni me vëmendje. U da e një fund të vindi ki zot një lules. Mani mend këto ftyra. Jo që sot do vëzhgoni me kujdes çdo lëvizje tyre. Ku hyjnë, ku dalin, vendin dhe orën. E bëni dot? E bëjmë. E qëremi po përpiqesh që ti të marrësh pjesë në kursin e violinës. Më porositi që çdo ditë shkosh për të bërë prova. Mirë? Kikiri, kikiri, kurnoni, kikiri, 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 kikiri. Merë një kikiri. Kikiri, kikiri, kurnoni, kikiri. Ku i ke mendin orë? Fal, ju lutem se keni orën. 11. Faleminderit. Ko kapi? Ko. Urdhëroni se të ri? Urdhëroni. Leso la vila, si urdhëroni. Edhe ma thanë dënjas po të doni. Ijo!
Me punën tuaj, shokët janë të kënaqur. Vetëm u porosis edhe një herë që të hapni sytë se armiku është i rrezikshëm. Bisedova me ata të bashkisë për punën tënde, Bardhi. Do më pranojnë? Besoj se po. Por ti duhet përgatitesh mirë. Do punojmë bashkë çdo natë. Do përpiqem, shok mësues. Edhe unë kam besim se ti do dalësh mirë, Bardhi. I njoh fëmijët e qytetit. I kam dëgjuar të gjithë. Ata mundet të mos vlerësojnë, Bardhi. E ti e kupton përse. E kuptoj. Po s'ka gjë. Ti do të tregosh atyre se edhe të varfrit kanë forca talenti disa herë më shumë se ata. Unë do bëhem copë, shok mësues, derisa ta mësoj mirë. Fillojmë atë. Të lumë, Bardhi. Ç'mendoni, zoti Robertini? Mund t'i jepet shfaqje nesër? Më duket se në shkollën tuaj, zoti drejtor, akoma nuk janë vënë punët në vit. Edhe pas bisedës që patëm bashkë. Kush e përgatiti shfaqjen? Unë. Ashtu? Këtu mban nerë nacionalizëm fanatik. Kjo s'me pëlqen. Nuk u kuptoj, zoti Robertini. Edhe Vilhelm Telin e pash të veshur me rroba shqiptare. Mund të më thoni pse e keni bërë këtë, zoti mësues? Ky është një program fëmijësh. Ko t'i jepni kaq rëndësi? Jo. Ajo nuk ishte një shfaqje fëmish. Pse rastisht e keni vënë në skenë Vilhelm Telin? Ç'doni të thoni me të gjitha këto? Cili është aluzioni juaj? Pak më parë na akuzuat për nacionalizëm fanatik sepse në program kishin vetëm pjesë shqiptare. U shqetësuat sepse Vilhelm Telin e pa të veshur me kostum shqiptar. Por harruat se Vilhelm Teli është hero tradicional i popujve. Harruat dhe më kryesorin që këtij vendi thon Shqipëri dhe jo Itali, zoti Robertini. Mjaft më. Tani kam më të qarta qëllimet tuaja, zoti mësues. Ju ndaloj ta jepni shfaqjen. Kjo vlen më tepër për ju, zoti drejtor. Këtë radhë do të bisedojmë ndryshe bashkë. E pash me kujdes dosin e tij. Megjithse e kemi hapur para disa muajsh, është mbushur me të dhëna që vërtetojnë për dyshimet tona. Përgatiti një shkresë sekrete për Ministrinë e Arsimit dhe nisin që sot. Ky le të jetë hapi i parë. Sjarsi! Po për çfarë arsye mbushoni, zoti drejtor? Në rastin tuaj, s'është vështirë të kuptohet. Ka që më pyesni. Të paktën lejoni t'jap orën e fundit të mësimit. Edhe sot mund të qëndroni. Ju duhet më kuptoni drejt. Murit me kokë nuk i bijet. Me kokë jo, po me grushte pse jo, zoti drejtor? Uluni. Fëmijë të dashur, ky është mësimi i fundit që bëjmë bashkë. Pse zoti mësues? Më pushuan nga puna. Po pse zoti mësues? Pse ju pushuan? Pse ju pushuan?
Sepse dua që në qiellin ton të valvitet vetëm flamuri ynë, kuqezi. Sepse dua që në tokën ton të këndohen këngët tona. Të flitet gjuha jone e bukur. Ja, për këtë më pushuan. Po ju mos u mërzitni. Edhe mësuesit e tjerë do u duan siç u kam dashur edhe unë. Këndojmë, fëmijë. Këndojmë këngën tonë të dashur. Ty flamur të duam shumë, ti për me jenë me vap. Këndo. Këndo edhe ti. O flamuri ku presa, Gjithë erdhen? Të gjithë Xhamali. He, ju lumë trimat e gjallës. Jepi tani. Ijo! Ijo! Ja edhe janë erdhi. Mirë. Vetëm duhet jetë sinqer. Hiç mos ki frikë. Jo babën ti, ç'ke? Leonard Galip shkëmbi. Nardi po djalin është. O burra. Ashtu sukses Birima. Sukses. Tu ja tjeta se Robertini. Mos ta tërprosh ore. Si do dal vallë mor po. Ç'ke, mos ti s'kam se dorun me ta. Bani qetësi, lutem shumë. Ç'mi let. Dëgjoj. Çfarë talenti, sa djalë i mirë. Shumë mirë, babi. Borja babaj, po të fala ta po. Baba. Që në babi. Adio. Fatbart Qemal Nuri. Fatbart Qemal Nuri. Kujdes. Si shtë porosire, babi. Hajde da që faqe bardë. I qetë, ha?
djale ka përgatitur mësuese qereni. Është ai zmeqari që ka punuar te zoti Galip. Po përbes, ato janë. Ja ku e, mu në krye. Ja, u? Zogu e papaj. Tu bëfë, mami, artisti mami. Bravo. Të fitoj Gali. Po, faleminderit. Faleminderit shumë. Artisti papaj. Nuk fitoj. Në gjithë si ishte me I miri, prap nuk fitoj. Ha, fitoj? Jo, nuk fitoj. Mos o mërzitni. Shkoni në për shtëpi tani, hajde. E di unë si e duan këta. Po nuk ishe si ndodhe ndryshe, Selim. Më mirë që njolli kështu e qërëm. Le ta kuptojnë vetë fëmijët se që është fashizmi. Ne edhe sot dolim të fituar. Mirë sa Gjaselimi, sa ti e fashistët dhe tregtarët këtu, dhe ti kos të bëhet dhe luk për fukara nuk ka. Ashtu është. Hopa, bjedo. Sigur se pande gjithë që Bardi era më mirë. Po më atër e fitoj dhe Nardi, se ishte del pasaniku e prandaj. Sa të vidita jonë, po do të shikojmë se kur është me I Zoti. Haja, ma e mbi këngë tani. Haj këndoj. Asaj biri Bardi, asaj që na mësove mbrëm. Tek e fashizmi. Gjeri poplit. Shok. I erdhi rradha Danielit dhe Antonelit. Qarkori I partisë vendosi nimin e tyre me vdekje. Tani së bashku të bisedojmë me kujdes planin e atentatit. Erdhi. Na daj. O daj, po ai s'du këtu. Ai është yni. Ik tani, hajde. Na njoftojnë se nesër në orën 10 të dy armisht për cilit biseduam, do të shkojnë në kafe Milano ku kanë një takim. Kafe Milano? Shumë mirë. Pëmshit si është yni. Besim, ti merr takim me njëherë me te. Atëherë duan porositur shokët të kenë kujdes fëmijët. Shok, me që vendi atentatit ndryshoi, tani do të përcaktojmë detyrat e reja.
Ka limona gjaj. Nuk shkoj limonave tash më djalë. Po unë kam në smur. A, po tjetë puna kështu do të rregullojmë një dy kokra. Na, ik shpejtë. Motër, tani më duhet ikin mal të shokët. Si? Nuk kam kohë për të biseduar. Hajde. Po Bardhi, ku është? Nuk ka ardhur akoma. Ashtu, Po ti ku ishe? Si t'kisha porositur, Gjë Selim, Bardhi ishte me mua. Selim, Galipi ka parë Bardhi me kutinë e violinës. Kutia ka mbetur tek sheshi. Ashtu, Po. Me njëherë tako qeramin. Jani, hajde me mua. Atëherë edhe ti duhet bish me mua. Ku dal? Prap do të bisedojmë. Motër, shpejt. Po me një që do të bëhet, Selim. Do të nimojnë edhe shokët. Bardhin po e marrë me vete. Qëndrimi ti këtu është në rrezik. Për çdo hall bisedo me Besimin. E të mos vizor, Po fëmijët, ku janë? Po luajnë aty tras? Jo, nuk kam kohë t'i pres. Atëherë... Miru pafshim. Mirash. Miru pafshim. Mirash. Bardhi! Pas ke bërë? Gati, gati. Tamam, partizani vërtet. Patale? Bukur, shumë bukur. Do na luash prap sot në violin? Hajde mu. Ja sa takoj pa komisarin dhe do vini. Mirë. Dike fashizmit! Diri popullit. Shoku komisar, një letër nga këshilli. Mirë, Bardhi. Shoku Selim, çfarë ka? 3 kamiona me italian janë nisur drejtim të fshatit Kodër. Ti dalin prit. Sulo, të mblidhe qeta me njëherë. Bardhi zër pozicion prapa ati shkambi. Po unë duhet luftosh, shoku komisar. Dhe atje mund të luftosh. Ruaj mos vi njeri nga poshtë.
shkoti! Zosi! Zosi! E qërëm. Tom, sus! Qërëm. Sus e Jeremi! Sus! Mos qaj, Bardhi. Sus e Jeremi! Para Partizan! Merë, Bardhi. Është këngë për ty. Për të gjithë ata që luftojnë për liri. Është kjo këngë për shokët që të parët në sulm vrapuan e ndër luftë aran, për herojnë të rinj, për komisarët, për voglushët të rima partizan. Mos u mërzit, Bardhi, do t'ja marim hakun mësusit. Deri këtu e ka bërë mësusi. Vazhdo, Bardhi, vazhdo. Ti duhet ta përfundosh këngën e mësuesit që ta këndoj gjithë Shqipëria. Vazhdo.